Thonë që ka ndalë ca parti të reja. Po që të reja, 17 kishin për dekriminalizim. Që të reja. Unë vetë personalisht, trim shtrëmërët flasin drejt, nuk mendoj që ata janë bashkëpunëtorë të krimit. Po, mush me njerëz problematik, listat. Ata se kanë ditë, se ato janë parti që merë babën, merë nonën, merë qunë tezës, merë qunë alë, marojnë dhe kushurit, pastaj hajde këtë shkojmë të kapim në i tjetër, kap këne, kapa ne dhe ju dalin dhe atyre kukumjaçka, ju dalin loj insektesh nga ato me probleme, që i kemi heq vetë në të shkuar. Problemi është që kjo është e vetëm një parti, që është edhe partia më e re, po është edhe partia më e vjetër. Ka edhe energjinë e trive, ka edhe gjithë atë pasionin e të rive, ka edhe një prurje të re nga gjithë komunitetet, profesionet e tjere, po ka dhe eksperiencën, se është e sigur që po ta heqë Ulsiu nga ky grupi duket më i bukur, në pamje, Ulsiu me zishifet, por ama i heq pikërisht eksperiencën, dhe nuk është, dhe pastaj është një grup bukur me u pa, por nuk i thu do të hajde qeverisë. Sepse janë dy gjërat ndryshme. Kështu që ne nuk mundemi dot. Por në këtë rast, beteja e 11 majit nuk është që se mos vinë na mundin. Ne nuk mundemi dot. Është gjunaf me ja kërku, është gjunaf me... Ata janë akoma, e pata të gjitha, në 11 maj tha, tavolina ju i do jetë këshu, në 12 maj tha do jetë plot. Ata janë akoma shofin ëndra me, si shto është e i ke lullkujit me mure, ëndra me gjellë pasanik, është mua betë kot. Ne, problemin e kemi që në 11 maj, Shqipëria, që del nga zgjedhjet, duhet i japi një mesazh shumë të fort Europës. Unë nuk mendoj se çfarë do shoh unë me Ulsiun, me Pierinin, me ju e tjerë që do dali këtu nga Lezhë, apo nga Kurbini, apo nga Mirdita, apo nga Gjirokastra, apo nga... Unë mendoj çfarë do perceptojnë ata që janë te shtëpia ku duam të hyjmë ne.